Sa kushton të humbasësh dik pa pasur kur mundësin t'i thuash lam të mirë? Një baba shikon të bien teksa shuhet në heshtje, i mbërthyer nga faji që nuk e lëshon dot. Por një vështrim i pafajshëm në rrugë zgjon atë që asnjë mjek nuk ja doli kurrë. Nëse kjo histori ju interesoj, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po na ndiqni, duke vazhduar. Mëngjesi po zbarte ngadalë mbi Tiranë, duke sjell me vete atë erën karakteristike të asfaltit të lagur përzier me kafen e sapo bërë që vetëm metropolet e mëdha e njohin. Në bulevardin Dëshmorët e Kombit, një nga arteriet më pulsuese të zemrës financiare të qytetit, lëvizja tashmë kishte filluar të merrte formë. Drejtues të nxituar ecnin me çantat e tyre prej lëkure, taksit u binin borive duke garuar për hapësirë me aplikacionet e transportit, dhe shitësit ambulant montonin tezgat e tyre të improvizuar në trotuare, duke u përgatitur për një tjetër ditë lufte. Në maj të një prej ndërtesave korporative më imponuese të zonës, pas xhamave pasqyrë që reflektonin qiellin ende të ngjyrosur me portokalli dhe roz, Ardi Enubika vëzhgonte qytetin të zgjohej. Në moshën 35 vjeçare, ai ishte fytyra e suksesit që të gjithë admironin, CEO i Tekvisioni, një kompani teknologjike që kishte revolucionarizuar tregun shqiptar të zgjidhjeve digjitale në 5 vitet e fundit. Emri i tij shfaqej në revistat e biznesit, idetë e tij citoheshin në konferenca ndërkombëtare, dhe pasuria e tij ishte subjekt i spekulimeve të vazhdueshme midis analistëve financiar. Por atë mëngjes, si në shumë të tjerë që kur gjithçka kishte ndryshuar, Ardiani nuk shihte reflektimin e tij në xhamin e dritares. Shihte vetëm një burr të lodhur, me rrath të thellë poshtë syve që shënonin një fytyrë që dikur rrezatonte besim, dhe një zbrazëti që asnjë zero më shumë në llogarinë bankare nuk mund ta mbushte. 2 vjet e gjysmë. Kaq kohë kishte kaluar që kur Anila, gruaja e tij, ishte ndarë nga jeta. Mjekët kishin përdorur terma teknik, komplikacione të papritura, një fatalitet që askush nuk mund ta parashikonte. Ardiani i kishte dëgjuar të gjitha ato sikur të ishte nën ujë, fjalët vinin të mbytura, të shtrembëruara, jo reale. Si mundet që dikush aq plot jetë, aq vibrant, thjesht të mos ishte më aty? Si ishte e mundur që ajo të kishte dalë në mëngjes për një kontroll rutinë dhe të mos ishte kthyer më kurrë në shtëpi? Dhimbja kishte qenë shkatëruese, por Ardiani e dinte se duhej të ishte i fortë. Jo për veten e tij, por për Laurën. Laurën e tij të vogël, që ishte vetëm 2 vjeç kur ndodhi gjithçka. Vajza që kishte qenë drita e syve të tij që nga e qara e parë në maternitet, fëmia i gëzuar që vraponte nëpër shtëpi duke thirrur mami dhe babi me atë zërin e hollë që shkrinte çdo zemër. Por edhe Laura ishte larguar atë ditë. Jo fizikisht, por në një mënyrë që dhimbte edhe më thellë. Vajza kishte dëshmuar diçka që një fëmijë nuk duhet ta shihte kurrë, dhe që atëherë ishte strehuar në një botë të sajën, të largët, të paarritshme. Diagnoza erdhi disa muaj më vonë, çrregullim i spektrit autik, i përkeqësuar nga trauma e rëndë emocionale. Laura kishte pushuar së foluri. Kishte pushuar së qeshuri. Kishte pushuar së shikuari në sytë e babait të saj. Ardiani u largua nga dritarja dhe eci drejt tryezës së tij, ku dhjetëra dokumente prisnin vëmendjen e tij. Kontrata milionere, propozime për bashkim kompanish, raporte financiare. Gjithçka dukej kaq e rëndësishme më parë. Tani ishin vetëm letra që ai firmoste mekanikisht, duke e mbajtur kompaninë në funksion më shumë nga inercia sesa nga pasioni. Puna ishte bërë arratja e tij, mënyra e tij për t'i shpëtuar realitetit të dhimbshëm që e priste në shtëpi. Vila në blok, lagjja e njohur në qendër të Tiranës, ishte një kryevepër arkitekturore. 3 kate me dizajn bashkëkohor, kopsht me pishin të ngrohtë, sistem automatizimi që kontrollonte gjithçka, nga ndriçimi deri te temperatura e çdo dhome. Kishte qenë dhurata që Ardiani i kishte bërë Anilës kur lindi Laura, realizimi i një ëndre të përbashkët. Tani ishte vetëm një koleksion hapësirash boshe që i bënin njehon heshtjes. Teto me vluda, kujdestarja që punonte me familjen që para martesës së Ardianit, ishte e vetmja prani e vazhdueshme në shtëpi përveç tij dhe Laurës. Një grua 52 vjeçare me një buzëqeshje të butë dhe duar të ashpërsuara nga puna, ajo praktikisht e kishte rritur Ardianin kur prindërit e tij, gjithashtu biznesmen, kalonin muaj të tërë duke udhëtuar. Kur Anila ndëroi jetë, Teto me vluda kishte marrë përgjegjësinë për t'u kujdesur për Laurën sikur të ishte mbesa e saj. Ajo shihte gjithçka. Shihte Ardianin që vinte gjithnjë e më vonë, duke shmangur ambientet ku Laura kalonte ditën.
Shite dëshpërimin e tij të heshtur kur përpiqej t'i afrohej së bijës dhe merrte vetëm një shikim të largët, të humbur, sikur ajo të mos e njihte. Shite netët kur ai qëndronte në zyrë duke pretenduar se punonte, por në të vërtetë thjesht i ulur në errësirë me kokën midis duarve. Dhe shite Laurën, të voglën që kalonte orë të tëra ulur në cep të dhomës së ndenjes, gjithmonë në të njëjtin vend, duke shikuar fikshem një pikë në murin e bardhë. Lodrat e saj mbeteshin të paprekura, të organizuara me një përsosmëri të dhimbshme në raftet e dhomës së dekoruar me aq shumë dashuri. Librat për fëmijë që Anila i lexonte çdo natë mblidhnin pluhur. Shtëpiza e kukullave që kishte qenë dhuratë ditëlindjeje nuk u eksplorua kurrë. Laura jetonte në një flusk. Nuk reagonte kur e thërrisnin, nuk tregonte interes për ushqimin, duhej të drejtohej për të kryer aktivitetet më themelore. Teto me vluda e vishte, i krite flokët e saj gështenjë, e çonte në banjë, e ulte në tryez. Vajza pranonte gjithçka pasivisht, si një kukull porcelani e lëvizur nga duar të padukshme. Ardiani kishte provuar gjithçka. Absolutisht gjithçka. Kontraktoi terapistët më të mirë të Tiranës, pastaj solli specialist nga Durrësi, Vlora, madje edhe profesionist me famë ndërkombëtare që erdhën posaçërisht për të vlerësuar Laurën. Investoi në terapi sjelljeje, analizë të aplikuar të sjelljes, muzikoterapi, hipoterapi, terapi okupacionale. Bleu pajisje të teknologjisë së fundit, aplikacione të specializuara, sisteme komunikimi alternative. Asgjë nuk funksiononte. Laura mbetej në botën e saj të heshtur, të parritshme, sikur të ishte e mbrojtur nga një murxhami që askush nuk mund ta kalonte. Konsultat mjekësore u bën një rutinë mizore. Çdo të martë dhe të enjte në mëngjes, Teto me vluda përgatiste Laurën dhe e çonte në garazh, ku Besniku, shoferi i familjes, priste me makinën. Ardiani përpiqej t'i shoqëronte kur arrinte të lirohej nga detyrimet e kompanisë, por shpesh ishte vetëm kujdestarja ajo që shkonte. Atë të martë specifike, Ardiani kishte vendosur të anulonte një takim të rëndësishëm për t'i shoqëruar. Diçka brenda tij, një shqetësim që nuk dinte ta shpjegonte, i thoshte se duhej të ishte aty. Ndoshta ishte vetëm pesha e fajit të akumuluar, ndërgjegjja se po dështonte si baba duke u fshehur në punë. Ndoshta ishte një fije e fundit shprese, iluzioni se prania e tij mund të bënte ndonjë ndryshim. Laura ishte ulur në sediljen e pasme, e lidhur në karriken e saj speciale, duke shikuar në hiç asgjë. Kishte veshur një fustan roz të çelët që Teto me vluda ja kishte zgjedhur, këpucë të bardha dhe një fjongo delikate në flokë. Dukej si një princesh nga përrallat, por një princesh e magjepsur, e burgosur në një gjumë nga i cili askush nuk mund ta zgjonte. Trafiku ishte i rënduar, tipik për mëngjeset e Tiranës. Besniku drejtonte makinën me durim, duke lundruar midis korsive të bllokuara të rrugës së Kavajës. Ardiani shikonte nga dritarja, i humbur në mendime të errëta. Edhe sa kohë do të qëndronte vajza e tij kështu? A do të vinte një ditë kur ajo do ta shikonte përsëri dhe do t'i thoshte babi? Apo ky do të ishte realiteti i tij përgjithmonë? Semafori u bë i kuq në një kryqëzim të ngarkuar afër parkut të madh. Makina nga të gjitha anët, borit e paduruara, motorët që gjarpëronin mes automjeteve. Ardiani pshertiu, duke u përgatitur për një tjetër pritje. Ishte atëherë kur vuri re një lëvizje të çuditshme. Laura kishte ndryshuar pozicion. Duke e vogël, e parëndësishme për çdo vëzhgues të rastësishëm, por Ardiani njihte çdo detaj të së bijës. Ajo ishte përkulur përpara, duke shtypur fytyrën kundër xhamit të dritares. Duart e saj, normalisht të palvizshme në prehër, ishin mbështetur në xham. Dhe sytë e saj, ata sy gështenjë që kur nuk fokusoheshin në asgjë specifike, ishin ngulitur në diçka jashtë. Ardiani ndoqi shikimin e së bijës, zemra i rrite me shpejtësi. Çfarë po shite ajo? Në trotuar, midis shitësve ambulant dhe këmbësorëve të nxituar, ishte një vajzë e vogël. Duhet të ishte rreth moshës së Laurës, ndoshta 4 vjeç, por ishte e vështirë të thuej me siguri. Ishte e ndotur, me rroba të grisura disa herë më të mëdha se trupi i saj i imël. Mbante një thes plastik transparent ku mund të shiheshin disa kanaçe të shtypura. Vajza mbledhëse kanaçesh nuk po lypte. Nuk i shikonte makinat me pritshmëri apo lutje. Ishte thjesht aty, e ndalur, duke vëzhguar lëvizjen me një shprehje që përziente lodhjen me një mençuri të parakohshme që nuk duhej të ekzistonte në një fytyrë kaq të re. Këmbët i kishte zbathur, të pista nga të ecurit e gjatë në asfalt.
Flokët e saj të zinj ishin të ngatëruar, të lidhur në një topuz të çrregull. Dhe atëherë ndodhi. Vajza ktheu fytyrën në drejtim të makinës. Sytë e saj takuan sytë e Laurës përmes xhamit të errët. Dhe ajo buzëqeshi. Nuk ishte një buzëqeshje keqardhjeje, as kurreshtjeje ndërhyrëse. Ishte një buzëqeshje e thjeshtë, e sinqertë, nga ato që thon unë të shoh pa pasur nevojë për fjalë. Një buzëqeshje njohjeje, lidhjeje, sikur dy shpirtra të vetmuar të ishin takuar në mes të kaosit urban. Laura puliti sytë. Një herë. 2 herë. Buzët e saj u hapën lehtë. Dora e saj e djathtë lëvizi mbi xham, gishtat hapeshin dhe mbylleshin në një gjest që dukej si një përpjekje për të përshëndetur. Teto Mevluda, e ulur pranë saj, lëshoi një klithmë të mbytur. Besniku gati sa nuk u përplas me makinën përpara, aq e madhe ishte befasia. Ardiani ndjeu se i mungonte ajri, e gjithë bota dukej se ndaloi në atë çast. Laura po reagonte. Vajza e tij, që nuk kishte treguar interes për asgjë për më shumë se 2 vjet, po reagonte ndaj diçkaje. Ndaj dikujt. Semafori u hap. Një borje e irrituar u dëgjua pas tyre. Besniku duhej të vazhdonte, duke e larguar makinën nga trotuari. Ardiani u kthye plotësisht në sedilje, duke vëzhguar nga dritarja e pasme. Vajza e rrugës mbeti aty, një figurë e vogël mes turmës, derisa u zhduk në distancë. Laura mbajti fytyrën të shtypur kundër xhamit për disa sekonda të tjera, duke ndjekur lëvizjen, derisa ngadalë u kthye në pozicionin e saj të zakonshëm. Por diçka kishte ndryshuar. Sytë e saj nuk ishin plotësisht të shuar si më parë. Kishte një shkëlqim aty, të dobët, pothuajse të padukshëm, por të pranishëm. Ardiani dhe Teto Mevluda shkëmbyen shikime të ngarkuara me kuptim. Asnjëri prej tyre nuk kishte nevojë të thoshte asgjë. Të dy kishin dëshmuar diçka të jashtëzakonshme, një mrekulli të vogël që logjika nuk mund ta shpjegonte. Pas kaq shumë mjekëve, kaq shumë terapive, kaq shumë përpjekjeve të dështuara, kush më në fund kishte arritur të provokonte një reagim të Laura, kishte qenë një vajzë e padukshme për sytë e botës, një fëmijë rruge që shoqëria kishte mësuar ta injoronte. Konsulta me terapisten kaloi si në mjegull. Ardiani mezi arriti të kushtonte vëmendje shpjegimeve teknike, raporteve të progresit që nuk tregonin asnjë progres. Mendja e tij ishte e bllokuar në atë kryqëzim, në atë buzëqeshje, në atë shkëndij që kishte parë në sytë e së bijës. Kur u kthyen në makinë, ai e udhëzoi besnikun të bënte të njëjtën rrugë kthimi. Shoferi e kuptoi pa pasur nevojë për shpjegime të mëtejshme. Të gjithë në familje tashmë kishin mësuar t'i dallonin shenjat, sado të vogla qofshin. Kaluan përsëri pranë kryqëzimit. Vajza e rrugës nuk ishte më aty. Laura shikoi nga dritarja, sytë e saj kërkonin, por nuk pati asnjë reagim. Ardiani ndjeu një therrje zhgënjimi, por në të njëjtën kohë, një vendosmëri filloi të rritej brenda tij. Atë natë, tashmë në vil, ai nuk shkoi direkt në zyrë siç bënte zakonisht. Në vend të kësaj, u ul në dhomën e ndenjes, duke vëzhguar Laurën në cepin e saj të zakonshëm. Vajza ishte në pozicionin e saj të përhershëm, duke shikuar murin, por Ardiani betoi se kishte diçka ndryshe. Një lëkundje e lehtë e trupit, ndoshta. Një lëvizje e rastësishme e gishtave. Teto Mevluda solli çaj dhe u ul pranë tij, diçka që rrallë e bënte. Për vite me radhë, kishte mbajtur distancën respektuese midis punëdhënësit dhe punonjëses, por vuajtja e përbashkët i kishte fshirë këta kufi. Zoti Ardian, tha ajo me zë të ulët, duke përdorur trajtimin që këmbëngulte ta mbante pavarësisht protestave të tij, e pat atë që pash unë sot. Ardiani pohoi me kokë, i paftë të formonte fjalë. Kishte frikë se po të fliste për atë gjë, momenti mund të shpërbëhej, sikur të ishte një ëndër shumë e brishtë për t'u prekur nga realiteti. Ajo vajzë, vazhdoi Teto Mevluda, zëri i saj i ngarkuar me një emocion të thellë, ajo ka diçka të veçantë. Nuk di ta shpjegoj çfarë është, por Laura e ndjeu. Për herë të parë pas kaq shumë kohësh, vajza jon ndjeu diçka. Ardiani më në fund gjeti zërin e tij. Duhet ta gjej përsëri. Duhet. Ai ndaloi, duke gëlltitur nyjen që po i formohej në fy. Dua që vajza ime të ndjej përsëri se është gjallë. Teto Mevluda i preku butësisht dorën, një gjest amësor që ai nuk e kishte marrë që kur ishte fëmijë. Do ta gjejmë, zotëri. Do ta kthejmë atë shkëndij të Laura. Zoti nuk i vendos njerëzit në rrugën tonë pa një qëllim.
Atë natë, për herë të parë pas muajsh, Ardiani nuk punoi deri në orët e vona. Në vend të kësaj, u ul në dhomën e Laurës duke e vëzhguar të flinte. Vajza duke i kaq e vogël në krevatin dopio, kaq e brisht në një organin me yje që Anila e kishte zgjedhur me aq shumë dashuri. Ai shtriu dorën dhe i preku butësisht flokët, një gest që e bënte automatikisht por pa e ndjerë vërtet për kaq shumë kohë. Laura, përshpëriti ai, të premtoj se do të kthej. Nuk e di si, nuk e di sa kohë do të duhet, por të premtoj se do të gjej një mënyrë. Një plan filloi të merrte formë në mendjen e tij. Të nesërmen do të udhëzonte besnikun të kalonte pranë të njëjtit kryqëzim. Dhe të nesërmen e tjetrës. Dhe në të gjitha ditët e nevojshme derisa ta gjente përsëri atë vajzë. Diçka që miliona euro në trajtime nuk kishin arritur ta bënin, një fëmijë zbathur dhe i harruar ndoshta mund ta realizonte. Ishte një shpresë e brisht, pothuajse absurde kur analizohej racionalisht. Por ishte një shpresë dhe Ardiani kishte harruar si ishte të ndjeje këtë. Sa do e hollë të ishte ajo fije, ai do të kapesh pas saj me të gjitha forcat. Sepse për herë të parë që kur bota i ishte shembur, kishte një mundësi. Një derë e hapur në murin e pakapërcyeshëm që ndante Ardianin nga e bija. Dhe ai do të kalonte çdo pengesë, do të paguante çdo çmim, do të bënte çdo gjë për ta mbajtur atë derë hapur. Qyteti jashtë vazhdonte ritmin e tij të furishëm, indiferent ndaj dramave personale që shpaloseshin në apartamente luksoze dhe shtëpi modeste, në penthause vezulluese dhe tenda të improvizuara. Tirana merrte frymë dhe pulsonte, një gjigant i pandjeshëm, duke gëlltitur ëndra dhe duke pështyrë zhgënjime, duke krijuar mrekulli dhe duke shkatëruar shpresa me të njëjtën lehtësi. Por atë natë, në një vilë në blok, një baba kishte gjetur një arsye për të besuar përsëri. Dhe në rrugët e qytetit, një vajzë e vogël flinte në një qiell pa yje, pa e ditur se sapo kishte ndryshuar përgjithmonë fatin e dy jetëve që as nuk e imagjinonte se ekzistonin. Dielli do të linte të nesërmen duke sjell mundësi. Dhe Ardian Obika, CEO miliarderi mësuar të kontrollonte çdo aspekt të perandorisë së tij të biznesit, ishte gati të zbulonte se mësimet më të mëdha të jetës nuk vinin nga universitetet prestigjioze apo konsulentët e shtrenjtë, por nga vendet të pamundura dhe njerëz që bota kishte mësuar të mos i shite. Kërkimi sapo kishte filluar dhe me të një udhëtim që do të testonte gjithçka që Ardiani mendonte se dinte për dashurinë, për ulësinë, dinjitetin dhe kuptimin e vërtetë të familjes. 3 ditët në vijim ishin më të gjatat në jetën e Ardianit. Çdo mëngjes ai anulonte takime, shtynte mbledhje, injoronte telefonata urgjente nga drejtor dhe investitor. Për herë të parë që kur kishte themeluar tek vizionin, kompania pushoi se qeni prioriteti i tij absolut. Kishte diçka më të rëndësishme tani, diçka që asnjë para nuk mund ta blinte dhe asnjë punonjës nuk mund ta zgjidhte për të. Besniku merrte të njëjtin udhëzim çdo ditë, të kalonte pranë kryqëzimit të rrugës së Kavajës në orën e saktë kur kishin parë vajzën për herë të parë. Nuk kishte rëndësi sa kohë do të duhej, nuk kishte rëndësi sa xhiro duhej të bënin në lagje. Ata do të prisnin sa të ishte e nevojshme. Laura shkonte në sediljen e pasme, gjithmonë në të njëjtin vend, me teto me vludën pranë saj. Dhe sa herë që i afroheshin kryqëzimit, Ardiani ndjente zemrën t'i rrite më shpejt, një përzierje pritshmërie dhe frike. Po sikur të mos e gjenin përsëri vajzën? Po sikur ai moment të kishte qenë unik, i papërsëritshëm? Po sikur mbledhësja e vogël e kanaçeve të kishte shkuar në një zonë tjetër të qytetit? Ditën e parë, kaluan pranë vendit 5 herë. Ardiani vëzhgonte çdo centimetër të trotuarit, çdo fytyrë në qoshe, çdo fëmijë që shfaqej në horizont. Shitës ambulant, njerëz të pastre, këmbësor të nxituar, por asnjë shenjë nga vajza me flokë të zinj dhe këmbë zbathur. Laura mbeti e palëkundur gjatë gjithë udhëtimit, pa treguar asnjë njohje apo interes. Ditën e dytë, kërkimi zgjati 3 orë. Besniku ngiste me durim, duke bërë të njëjtën rrugë vazhdimisht, ndërsa Ardiani ndjente frustrimin të rritej. Ndoshta po ndiqte një iluzion. Ndoshta ai moment kishte qenë thjesht një rastësi, një ngjarje pa kuptim që mendja e tij e dëshpëruar e kishte shndërruar në mrekulli. Teto me vluda lutej me zë të ulët në sediljen e pasme, buzët e saj lëviznin në lutje të heshtura. Ishte ditën e tretë, kur Ardiani pothuajse po hiqte dorë, që ndodhi. Makina ndaloi në semafor, në të njëjtin qoshe, në të njëjtën orë. Ardiani as që po shikonte me aq vëmendje, disfata tashmë i rëndonte mbi supe. Ishte teto me vluda, ajo që bërtiti e para. Aty.
Zoti Ardian, është ajo. Dhe ishte. Vajza e vogël, në të njëjtin vend ku e kishim parë për herë të parë, e ulur në bordur me thesin e saj të kanaqeve pranë. Kishte veshur një bluzë blu të zbet dhe pantallona të shkurtra të grisura. Këmbët i kishte ende zbathur, të shënuara nga kallo që tregonin ecje të gjata në asfaltin e nxehtë. Laura reagoi menjëherë. Trupi i saj u përkul përpara me një urgjencë që Ardiani nuk e kishte parë kurrë tek ajo. Duart i goditën xhamin duke prodhuar një tingull të mbytur por këmbëngulës. Dhe atëherë, për herë të parë në më shumë se 2 vjet, një tingull doli nga fyti i saj. Nuk ishte një fjalë, ishte vetëm një murmurim, një rënkim i mbret dhe i thyer, por ishte tingull. Ishte zë. Ishte vajza e tij që po përpiqej të komunikonte. Ardiani ndjeu lotët t'i digjinin syt. Duart i dridheshin aq shumë sa ju desh t'i ndërthoshte për t'i kontrolluar. Besnik. Ndalo makinën. Tani. Shoferi ju bind menjëherë duke parkuar në një vend aty pranë. Ardiani zbriti shpejt duke hapur derën e pasme. Laura ishte e trazuar, lëvizjet e saj të pakoordinuara por me qëllim duke luftuar kundër rripit të sigurisë. Donte të dilte. Donte të shkonte te ajo vajzë. Teto me vluda e liroi rripin me duar të dridhura dhe Ardiani e mori Laurën në krah. Vajza ishte e ngurtë, muskujt e saj të tendosur, por nuk ishte ngurtësia e refuzimit. Ishte tensioni i dikujt që donte diçka me të gjitha forcat, por nuk dinte si ta shprehte. Vajza e rrugës e kishte vënë re lëvizjen. U ngrit ngadalë duke shtrënguar thesin e kanaqeve pas gjoksit, sytë e zgurdulluar të fiksuar te makina luksoze që sapo kishte ndaluar. Duhet të ishte mësuar të injoroj, të ishte e padukshme për njerëzit që kalonin me automjete vezulluese. Të shihte dikë që zbriste, që vinte në drejtim të saj, qartësisht e vuri në alarm. Ardiani u afrua ngadalë, i ndërgjegjshëm se nuk donte ta tremte. Laura vazhdonte të lëvizte në krahët e tij, sytë të ngulitur te fëmia tjetër, ai tingull i çuditshëm që i shpëtonte nga fyti në intervale të parregullta. Ishte sikur vajza e tij po luftonte për të thyer një barrierë të padukshme, duke e detyruar zërin e saj të funksiononte pas kaq shumë kohësh i fjetur. Vajza e rrugës bëri një hap prapa, mosbesuese. Ardiani ndaloi në një distancë të sigurt, duke u ulur në gjunjë për të qenë në lartësinë e saj. Nga afër mund t'i shihte më mirë tiparet e saj delikate nën papastërti. Sy të zinj të thellë, inteligjent, që mbanin një pjekuri të frikshme për dikë kaq të re. Buzë të plasaritura, fytyrë e njollosur me balë, por kishte një dinjitet aty, një forcë të heshtur që e impresionoi. Përshëndetje, tha Ardiani me zërin më të butë që mundi, emri im është Ardian. Kjo është vajza ime, Laura. Vajza nuk u përgjigj. Sytë e saj lëviznin nga Ardiani te Laura, duke studiuar, vlerësuar, duke vendosur nëse duhej të vraponte apo të qëndronte. Ardiani mund ta shihte konfliktin e brendshëm të pasqyruar në fytyrën e saj. Me siguri kishte mësuar herët të mos u besonte të rriturve, veçanërisht atyre që afroheshin me qëllime të mira në dukje. Ishte Laura, ajo që theu ngërçin. Ajo u përdrov në krahët e babait me një forcë befasuese, pothuajse duke e detyruar ta ulte në tokë. Sapo këmbët e saj prekën trotuarin, ajo bëri hapa të lëkundur drejt vajzës tjetër, krahët e shtrirë në një mënyrë të pakoordinuar por padyshim me qëllim. Vajza e rrugës e vëzhgoi atë afrim me kokën lehtësisht të anuar, kurreshtare. Dhe atëherë, ngadalë, ajo buzëqeshi. E njëjta buzëqeshje si në takimin e parë, ajo që dukej se mbarte mirë kuptim për tej fjalëve. Ajo e lëshoi thesin e kanaqeve në tokë dhe hapi krahët gjithashtu. Kur dy vajzat u prekën, ishte sikur një rrymë elektrike e padukshme përshkoi ajrin. Laura kapi dorën e fëmijës tjetër me një forcë që bëri gishtat e saj të zbardheshin. Vajza e rrugës nuk u tërhoq, vetëm e shtrëngoi përsëri dhe aty mbetën dy fëmijë të vegjël duke mbajtur duart në mes të trotuarit të mbushur me njerëz, ndërsa bota vazhdonte të rrotullohej rreth tyre indiferente ndaj mrekullisë që po ndodhte. Teto me vluda kishte zbritur nga makina dhe qëndronte pranë Ardianit me duart mbi gjoks, lotët i rridhnin lirshëm në përfytyrë. Edhe Besniku, shoferi diskret që rrallë shfaqte emocione, fshinte sytë fshehurazi nga sedilja e shoferit. Vajza e rrugës filloi të bënte lëvizje të ngadalta me dorën e lirë, gjeste të thjeshta, sikur po bisedonte në një gjuhë që vetëm ato të dyja e kuptonin. Laura vëzhgonte me vëmendje të plot, diçka që nuk e bënte kurrë me askën.
Sytë e saj ndiqnin çdo lëvizje, çdo shprehje në fytyrën e vajzës tjetër. Atëherë ndodhi diçka që e la Ardianin plotësisht pa fjalë. Vajza e rrugës filloi të këndonte. Nuk ishte një këngë e njohur, ndoshta as nuk ishte një këngë e vërtetë, vetëm një melodi e thjeshtë që ajo dukej se po e krijonte në moment. Zëri i saj ishte i ngjirur, i pasintonizuar, por kishte një ëmbëlsi aty, një butësi të sinqertë që ka përcente çdo papërsosmëri teknike. Dhe Laura u përgjigj. Jo me fjalë, jo me një melodi të qartë, por me tinguj. Tinguj që vinin nga thellë brenda, duke u përpjekur të imitonin, duke u përpjekur të lidheshin. Ishin nota të thyera, shumë të larta ose shumë të ulta, por ishin me qëllim. Vajza e tij po përpiqej të këndonte. Po përpiqej të komunikonte. Ardianit ju desh të mbështetej në shpatullën e Teto Mevludës për të mos rënë. 2 vjet. 2 vjet heshtje absolute, zbrazëti, distance të pakapërcyeshme. Dhe aty, në trotuarin e ndotur të një bulevardi Tiranas, në 5 minuta me një vajzë që as nuk e njihnin, Laura po prodhonte tinguj, po reagonte, po ndërvepronte. Si e ke emrin? Pyeti Teto Mevluda butësisht, duke ju afruar vajzave. Vajza e rrugës ndaloi së kënduari dhe e shikoi kujdestaren. Sytë e saj ishin të kujdesshëm, por nuk kishte frikë. Vetëm vigjilenca e vazhdueshme e dikujt që kishte mësuar të mbrojë. Besa, u përgjigj ajo me një zë të hollë, pothuajse një pëshpërim. Njerëzit më thërrasin Besi. Besa. Një emër i bukur, kaq i zakonshëm në Shqipëri, i ngarkuar tani me një kuptim të veçantë. Ardiani e gdhendi atë emër në zemrën e tij sikur të ishte i shenjtë. Besi, tha ai, zëri i dridhej pak, faleminderit. Faleminderit që i buzëqeshe vajzës sime. Besa anoi kokën, sikur të mos e kuptonte për çfarë duhej falënderuar. Për të, kishte qenë thjesht një gjest natyror, instinktiv. Nuk e dinte se ajo buzëqeshje e thjesht kishte ndezur një dritë që të gjithë mendonin se ishte shuar për gjithmonë. Ajo është e heshtur, vërejti Besa, duke shikuar Laurën. Siç isha unë më parë. Fjalët dolën natyrshëm, pa vetë keqardhje, thjesht duke konstatuar një fakt. Ardiani ndjeu gjoksin t'i shtrëngoi. Më parë. Ai fëmijë i vogël tashmë kishte kaluar diçka mjaft traumatike për të ndryshuar atë që ishte. Çfarë historie të tmerrshme fshihej pas atyre syve të zinj kaq të thellë? Ti banon këtu afër? Pyeti Teto Mevluda me delikatesë. Besa ngriti supet, një gjest që arriti të ishte në të njëjtën kohë i rastësishëm dhe i ngarkuar me kuptim. Banoj ku të gjej vend. Ndonjëherë në ur, ndonjëherë në park, varet. Dhe je vetëm? Zëri i Ardianit doli më i tensionuar se sa kishte ndërmend. Ideja e një fëmije 4 vjeçar që jetonte në rrugë vetëm ishte e padurueshme. Ka njerëz të tjerë ndonjëherë, u përgjigj Besa vagull. Por preferoj të rri vetëm. Është më e sigurt. Ato fjalë ranë sigur në stomakun e Ardianit. Më e sigurt të rish vetëm. Çfarë lloj përvojash duhet të ketë një fëmijë kaq i vogël për të arritur në këtë përfundim? Laura tërhoqi dorën e Besës duke bërë përsëri atë tingull të mprehë. Nuk donte që biseda të vazhdonte, donte vëmendjen përsëri tek ajo. Besa buzëqeshi dhe u kthye të bënte gjestet e saj, duke lëkundur krahët në mënyrë qesharake, duke bërë mimika që i nxorën Laurës diçka që mund të ishte pothuajse një e qeshur. Nëse do të ishit në vendin e Ardianit, çfarë do të bënit në këtë moment kur zbuloni se një fëmijë kaq i vogël jeton vetëm në rrugë? Na tregoni në komente. Ardiani shkëmbeu shikime me Teto Mevludën. Të dy e dinin se çfarë duhej bërë, por gjithashtu e dinin se duhej të ishin të kujdesshëm. Të afroheshin shumë shpejt mund ta trembnin Besën. Dhe tani që kishin gjetur çelësin që mund ta kthente Laurën, nuk mund të rrezikonin ta humbnin. Besi, filloi Ardiani me kujdes, a do të doje të vije ndonjëherë në shtëpinë tonë? Për të luajtur me Laurën? Vajza u tërhoq menjëherë, supet ju tendosën. Nuk kam nevojë për favor nga askush, tha ajo me një vendosmëri befasuese. Nuk është favor, u nxitua Ardiani të sqaronte. Është se Laurës i pëlqen ti shikoje. Vajza ime nuk flet, nuk luan, nuk reagon me askënd prej shumë kohësh. Por me ty, ajo është ndryshe. Ti po e ndihmon atë. Besa e shikoi Laurën, e cila vazhdonte t'i mbante dorën fort. Mund të shihej konflikti që po ndodhte brenda saj.
kishte diçka te Laura që e prekte besën në një mënyrë të veçantë, një njohje e dhimbjes së përbashkët, e vetmisë së kuptuar pa fjalë. Por kishte edhe frikën, mosbesimin e mësuar me vështirësi. Vetëm për të luajtur? Pyeti ajo me dyshim. Nuk do të doni të më mbani të mbyllur brenda shtëpisë apo diçka tjetër? Vetëm për të luajtur, premtoi Ardiani. Mund të vish kur të duash dhe të ikësh kur të duash. Pa asnjë detyrim. Besa mendoi për një moment të gjatë. Më në fund, pohoi ngadalë me kokë. Në rregull. Por vetëm nëse më lejoni të sjell gjërat e mia, ajo tregoi thesin e kanaçeve. Sigurisht, ra dakord Ardiani menjëherë i lehtësuar. Mund të sjellësh çfarë të duash. Dhe kështu filloi një nga marrëveshjet më të pamundura që ai qytet kishte parë ndonjëherë. Ardiani i dha numrin e tij të telefonit Besës, megjithse ajo pranoi se nuk kishte celular. Ran dakord që do të ktheheshin në të njëjtin vend të nesërmen, në të njëjtën orë. Nëse ajo donte të shkonte me ta, do të ishte aty. Kur u kthyen në makinë, Laura bëri një krizë për herë të parë pas vitesh. Qau, bërtiti tinguj të pakuptueshëm, goditi duart në ajër. Nuk donte të ndahej nga Besa. Ajo sjellje, që do të kishte qenë arsye dëshpërimi në çdo rrethan tjetër, e mbushi Ardianin me një gëzim të pabesueshëm. Vajza e tij po ndjente. Po donte diçka. Ishte gjallë përsëri, edhe pse ende jo në mënyrë të plotë. Kthehemi nesër, zemër, premtoi Teto me vluda, duke i ledhatuar flokët Laurës. Do ta shohim Besin përsëri nesër. Laura më në fund u qetësua me premtimin, megjithse vazhdonte të shikonte nga dritarja e pasme ndërsa largoheshin, duke kërkuar Besën derisa vajza u zhduk nga pamja. Atë natë, Ardiani nuk arriti të flinte. Eci nëpër shtëpi, duke përpunuar gjithçka që kishte ndodhur. Vajza e tij kishte reaguar. Jo shumë, jo ende në mënyrë të plotë, por kishte reaguar. Dhe gjithçka fal një vajze që shoqëria e injoronte, një fëmijë që jetonte në rrugë që duhej të ishte në shkollë, duke luajtur, duke u kujdesur dhe jo duke mbledhur kanaçe për të mbijetuar. Padrejtësia e gjithë kësaj i rëndonte. Si një burr me kaq shumë burime, kaq shumë fuqi, kishte lejuar të ekzistonte një realitet ku fëmijë si Besa duhej të jetonin në atë mënyrë? Ai bënte donacione për institucione, po, merrte pjesë në darka bamirësie, shfaqej në fushata të përgjegjësisë sociale. Por papritur gjithçka dukej e zbrazët, e largët, e pamjaftueshme. Ajo vajzë kishte emër tani. Kishte fytyrë. Kishte një zë të hollë dhe një buzëqeshje që kishte ndryshuar gjithçka. Dhe Ardiani nuk mund ta shihte më vetëm si një statistikë, një numër në raportet mbi cenueshmërinë e fëmijëve. Ajo ishte Besa, një fëmijë që vajza e tij e kishte zgjedhur, që kishte provokuar një përgjigje aty ku asgjë tjetër nuk kishte mundur. Të nesërmen, Ardiani u zgjua para se të lindte dielli. E udhëzoi Teto me vludën të përgatiste një mëngjes të veçantë, me bukë të freskët, fruta, lëng natyral, gjithçka që një fëmijë mund të pëlqente. Zgjodhi personalisht disa rroba nga garderoba e Laurës që kishin ende etiketën, të paveshura kurrë sepse vajza e tij nuk lejonte ta vishnin me asgjë tjetër përveç rrobave të saj të preferuara. Teto me vluda gjithashtu kishte idetë e saj. Përgatiti një çantë të vogël me produkte higjienike, peshqir të butë, sapun me aromë, furçë dhëmbësh të re. Mundet që t'i pranoj, mundet që jo, komentoi kujdestarja, por duhet t'i ofrojmë. Kur arritën në kryqëzim në orën e caktuar, Ardiani ndjeu stomakun t'i kthehej nga nervozizmi. Po sikur Besa të mos shfaqej? Po sikur të kishte ndryshuar mendje? Po sikur t'i kishte ndodhur diçka gjatë natës? Por ja ku ishte. Në të njëjtin vend, me thesin e saj të kanaçeve, duke pritur. Kur pa makinën, u ngrit në këmbë, por nuk u afrua. Vazhdonte të ishte e kujdesshme, duke testuar, duke verifikuar nëse ata njerëz të çuditshëm do të ktheheshin vërtet siç kishin premtuar. Laura filloi të trazohej para se makina të ndalonte plotësisht. Tingujt e saj u bën më të lartë, më urgjent. E njihte vendin, e kuptonte se çfarë do të ndodhte. Ardiani zbriti shpejt dhe hapi derën e pasme. Këtë herë, Laura pothuajse kërceu nga krahët e tij, duke vrapuar me hapa të ngathët drejt Besës. Vajza e rrugës hapi krahët dhe të dyja u takuan në një përqafim të ngathët, por thellësisht të vërtetë. Dhe në atë përqafim, dy fëmijë të lënduar nga bota filluan një proces shërimi që askush nuk mund ta parashikonte se ku do të përfundonte. Ardiani vëzhgoi skenën me zemrën që i gufonte.
Aty ishte prova se ndonjëherë mrekullit më të mëdha vijnë të mbështjella në format më të papritura. Dhe se dashuria, lidhja e vërtet midis dy shpirtrave, nuk njeh barriera të klasës sociale, nuk ka nevojë për gjuhë të sofistikuar, nuk I interesojnë konventat apo pritshmëri. Gjithçka që I duhej ishin dy zemra që të njiheshin. Dhe atje, në trotuarin e zhurmshëm të Tiranës, në ndjellin e mëngjesit që fillonte të ngrohej, dy vajza të vogla kishin gjetur pikërisht këtë. Rruga përpara do të ishte e komplikuar, plot sfida dhe zbulime që asnjëri prej tyre nuk mund t'i parashikonte. Por në atë moment, vetëm ai moment kishte rëndësi. Laura po buzëqeshte. Jo shumë, vetëm një harkim I lehtë I buzëve, por ishte një buzëqeshje. Dhe Ardiani, biznesmeni I suksesshëm që kontrollonte miliona, zbuloi se ajo buzëqeshje vlente më shumë se e gjithë perandoria që kishte ndërtuar. Javët që pasuan ishin më transformueset në jetën e Ardianit që nga lindja e Laurës. Çdo ditë, në mënyrë fetare, ata merrnin besën në të njëjtin kryqëzim. Dhe çdo ditë, ja ku ishte ajo, duke pritur me thesin e saj të kanaçeve dhe atë buzëqeshje që dukej se ndriçonte gjithçka përreth. Rutina u vendos natyrshëm. Besa hynte në makinë, gjithmonë e kujdesshme, por gradualisht më rehat, dhe niseshin për në vilën në blok. Në fillim, vajza qëndronte vetëm disa orë, gjithmonë e vëmendshme ndaj daljeve, gjithmonë me thesin e saj të kanaçeve afër sikur të ishte një spirancë që e mbante të lidhur me realitetin e saj. Por dalë nga dalë, ndërsa ditët kalonin, Besa filloi të relaksoj. Kopshti I gjerë I vilës u bë sheshi I saj I preferuar I lojrave. Ajo I mësonte Laurës të kërkonte gur me ngjyra në bar, të bënte kurora me gjethe të rëna, të vëzhgonte milingonat që transportonin thërrime në rresht të organizuar. Lojra të thjeshta, të lindura nga kreativiteti I dikujt që kur nuk kishte pasur lodra të shtrenjta, por që e bënin Laurën të reagonte në mënyra që asnjë terapist nuk kishte arritur. Teto me vluda I vëzhgonte dy vajzat nga dritarja e kuzhinës, gjithmonë e emocionuar. Shite Besën të mbante dorën e Laurës me një kujdes të pafund, duke e udhëhequr nëpër lulet, duke I treguar çdo zbulim sikur të ishte një thesar I çmuar. Shite Laurën të ndiqte çdo lëvizje të Besës me sy të vëmendshëm, duke imituar gjestet e saj, duke u përpjekur të riprodhonte tingujt e saj. Dhe tingujt po ktheheshin. Ngadalë, shumë ngadalë, por po ktheheshin. Laura filloi të lëshonte murmurima më të larmishme, duke u përpjekur të imitonte meloditë që këndonte Besa. Nuk ishin ende fjalë, por ishin përpjekje për komunikim, dhe kjo ishte më shumë se sa Ardiani kishte guxuar të shpresonte. Ardiani kalonte orë të tëra duke I vëzhguar të dyja të luanin, I ulur në një karrige në kopsht, shpesh me laptopin e hapur por të harruar në prerë. Mbledhjet virtuale zhvilloheshin me të gjysmë të shkëputur, duke firmosur çfarë duhej firmosur, duke miratuar çfarë duhej miratuar, por me zemrën dhe mendjen të përqendruar në oborrin ku vajza e tij por I zbulonte jetën. Kujdestarja përgatiste ushqime të veçanta për vajzat. Sanduiqe të prera në forma argëtuese, fruta të prera artistikisht, lëngje me ngjyra. Vëzhgonte Besën të hante me një uri që shkonte përtej asaj fizike, sikur po përpiqej të thithte jo vetëm ushqimin, por edhe dashurinë që vinte bashkë me të. Besa kur nuk kërkonte asgjë. Pranonte atë që I ofrohej me një faleminderit pothuajse të padëgjueshëm, por kur nuk shtrinte dorën duke pritur më shumë. Kishte një dinjitet tek ajo që e impresiononte Ardianin. Një fëmijë 4 vjeçar që jetonte në rrugë nuk duhej të kishte atë qëndrim, atë forcë të heshtur. Duhej të ishte një çështje mbijetese të pranonte gjithçka që mund të merrte. Por Besa dukej se operonte sipas një kodi moral të vetin, të padukshëm por të pathyeshëm. Një ditë, Teto me vluda përgatiti një banjë për Besën. Asgjë të detyruar, vetëm sugjeroi me delikatesë. Kam përgatitur një vask me shkum të ngrohtë, zemër. Nëse do të freskohesh para se të luash me Laurën, gjithçka është gati. Besa e shikoi për një moment të gjatë, duke e vlerësuar. Më në fund pohoi me kokë. Në rregull. Por pastaj do të iki me rrobat e mia, ato me të cilat erdha. Nuk dua rroba të reja. Sigurisht, ra dakord kujdestarja, megjithse zemra I shtrëngoi. Rrobat e tua do të jenë të pastra dhe me aromë të mirë duke të pritur. Ishte hera e parë që e pan Besën pa shtresën e papastërtisë që e shoqëronte. Në mbaltën dhe pluhurin ishte një vajzë me një bukuri delikate. Lëkur zeshkane e qelet, çuka të lehta në hund, flokë të zinj që, kur laheshin dhe kryeshin, binin në kaçurela të buta deri në shpatulla.
por ajo që impresiononte më shumë ishin shpina dhe krahët e saj. Shenja. Vrag të vogla, disa tashmë të vjetra, të tjera më të reja. Teto me vludës ju desh të dilte nga banja dhe të qante në heshtje në korridor. Ai fëmijë kishte vuajtur. Ishte lënduar në mënyra që një fëmijë nuk duhet të lëndojë kurrë. Dhe megjithatë kishte gjetur brenda vetes forcën për të buzëqeshur, për të qenë e sjellshme, për të ndihmuar një fëmijë tjetër të lënduar. Ardiani i pa shenjat kur Besa doli nga banja, e veshur përsëri me rrobat e saj të pastra por të grisura. Ndiu një tërbim të rritej brenda tij, një zemërim visceral kundër kujtdo që i kishte bërë atë një fëmijë të pambrojtur. Por u kontrollua. E dinte se Besa nuk fliste për të kaluarën e saj dhe ta detyronte do ta largonte. Ditët vazhduan të kalonin në një rutinë që bëhej gjithnjë e më e çmuar. Laura filloi të flinte më mirë, të hante me më shumë oreks, të shfaqte preferenca që nuk i kishte treguar prej vitesh. Donte fustanin roz kur Besa vinte për vizitë. Donte që Teto me vluda t'i lidhte flokët siç i lidhte Besa të saja. Shenja të vogla se një personalitet po dilte përsëri nga ai guask heshtjeje. Një pasdite, ndërsa vajzat flinin një sy gjumë krah për krah në tapetin e dhomës së ndenjes, Ardiani e thiri Teto me vludën për një bisedë. Ishin ulur në kuzhinë duke pirë kafe, kur ai më në fund shprehu atë që po mendonte prej javësh. Teto me vluda duhet të bëj diçka për të. Për Besën. Nuk mund ta lë thjesht të vazhdoj të jetoj në rrugë. Kujdestarja pshertiu duke e ditur se kjo bisedë do të vinte herët avon. Zoti Ardian, duhet të keni kujdes. Besa nuk është një projekt. Ajo është një fëmijë me vullnetin e saj. E di këtë, u mbrojt Ardiani, por ajo po fle në trotuare, Teto me vluda. Po mbledh mbeturina për të mbijetuar. Kam burimet për të ndihmuar, do të ishte gabim të mos bëja asgjë. Të ndihmosh është ndryshe nga të kontrollosh, arsyetoi kujdestarja me mençurinë e saj të thjeshtë. Ju duhet të kuptoni se për Besën, liria është gjithçka. Ajo ka humbur shumë në jetë, me siguri është kontrolluar nga njerëz që duhet ta mbronin. Nëse ju shkoni duke dashur të zgjidhni gjithçka me para, do ta largoni. Por Ardiani, i mësuar të zgjidhte problemet me çeqje dhe kontrata, nuk e kuptoi plotësisht thellësinë e atij paralajmërimi. Në mendjen e tij, ishte thjesht praktik. Ai kishte mjetet, Besa kishte nevojën. Ekuacioni dukej i thjeshtë. Disa ditë më vonë, Ardiani mori vendimin e tij. Kur Besa po përgatitej të largohej, siç bënte çdo pasdite, ai e thiri për një bisedë. Laura ishte e shpërqendruar me Teto me vludën, kështu që ishte momenti i përsosur. Besi, filloi ai, duke u ulur në dysheme për të qenë në lartësinë e saj, doja të flisja me ty për diçka të rëndësishme. Vajza u tendos menjëherë, instinkti i saj i mbijetesës ndezi një alarm. Në rregull. Ti ke qenë shumë e rëndësishme për Laurën. E ke ndihmuar në një mënyrë që askush tjetër nuk ka mundur. Ardiani mori frym thellë. Për këtë arsye, do të doja të zyrtarizoja marrëdhënien tonë. Dua të punësoj zyrtarisht si shoqëruese terapeutike e Laurës. Besa rudhi ballin duke mos i kuptuar fjalët e mëdha. Ardiani e vuri re dhe u përpoq të thjeshtonte. Dua të paguaj për të luajtur me Laurën. Një rrogë mujore. Dhe gjithashtu dua të siguroj një vend për të jetuar. Jo këtu në shtëpi, e di që nuk do ta pëlqeje, por mund të ndërtoj një shtëpis në fund të kopshtit. E vogël, e thjesht, por e jotja. Me krevat të vërtet, banjë, gjithçka që të nevojitet. Ai buzëqeshi duke menduar se po bënte një ofertë bujare që çdo fëmijë në situatë rruge do ta pranonte menjëherë. Vazhdoi i entuziazmuar me planin e tij. Dhe ka më shumë. Do të siguroj shkollë për ty, rroba të reja, lodra. Gjithçka që një vajzë e moshës tënde duhet të ketë. Nuk do të kesh më nevojë të mbledhësh kanaçe apo të flesh në rrugë. Do të jesh e sigurt, e kujdesur dhe ende do të mund të vazhdosh të ndihmosh Laurën. Heshtja që pasoi ishte e rëndë. Besa e shikonte Ardianin me një shprehje që ai nuk mund ta deshifronte. Nuk ishte mirënjohje, siç priste ai. Nuk ishte gëzim. Ishte diçka më e ftohtë, më e largët. Zotëria juaj dëshiron të më blej, tha ajo më në fund, zëri i saj i ulët por i ngarkuar me një zhgënjim të thellë. Çfarë? Jo. Ardiani u alarmua. Nuk është kjo, Besi. Po përpiqem të ndihmoj.
Besa tundi kokën ngadalë dhe Ardiani i pa lotët që filluan t'i formoheshin në sy. Mua më pëlqen Laura. Më pëlqen të luaj me të. E bëj këtë sepse dua, sepse ajo është shoqja ime. Zëri i saj u drodh. Por zotëria juaj dëshiron ta kthej këtë në punë. Dëshiron të më paguaj, të më jap gjëra, të më kontrolloj. Nuk është kontroll, u përpoq të argumentonte Ardiani, por Besa nuk po dëgjonte më. Unë nuk jam një qenush shtëpiak që zotëria juaj mund ta adoptoj. Fjalët dolën të ashpra, më të pjekura se sa duhej të vinin nga një fëmijë kaq i vogël. Nuk jam një lodër që zotëria juaj mund ta blej për ta bërë vajzën e tij të lumtur. Besi, të lutem, përpiqu të kuptosh. Por vajza tashmë po merrte thesin e saj të kanaçeve, duke e shtrënguar pas gjoksit si një mburoj. Mendova se ju ishit ndryshe. Mendova se më shinit si njeri, jo si një problem për t'u zgjidhur me para. Ardiani ndjeu tokën t'i shembej nën këmbë. Si kishte shkuar gjithçka kaq keq kaq shpejt? Ai vetëm po përpiqej të ndihmonte. A nuk ishte kjo ajo që çdo njeri i denjë do të bënte? Laura e vuri re traziren dhe vrapoi drejt tyre. Kapi dorën e Besës, duke bërë atë tingull të mbret që tani Ardiani e njihte si një kërkesë për të qëndruar. Por Besa, me lotët që i rridhnin nëpër fytyrë, u lirua butësisht. Më fal, Laura, përshpëriti ajo. Babai yt nuk kupton. Ai mendon se gjithçka zgjidhet me para dhe gjëra të bukura. Por disa gjëra janë vetëm për të qenë shoqe. Për të qenë bashkë sepse do, jo sepse po paguhesh për këtë. Dhe para se Ardiani të mund të thoshte diçka më shumë, para se Teto me Vluda të mund të ndërhynte, Besa iku me vrap. Kaloi kopshtin, kaloi portën që besniku e kishte lënë gjysmë të hapur dhe u zhduk në rrugë. Laura filloi të bërtiste. Jo fjalë, vetëm tinguj të pikëlluar, të dëshpëruar. U përpoq të vraponte pas Besës, por Ardiani e mbajti. Vajza u përpolit me një forcë që ai nuk e dinte se e kishte, duke qarë, duke bërtitur, duke u përpjekur të liroj. Teto me Vluda e mori Laurën në krah, duke e përkundur ndërsa vajza dëneste. E shikoi Ardianin me një shprehje që përziente mirë kuptimin dhe zhgënjimin. Ju paralajmërova, zotëri. Ju paralajmërova se ajo nuk ishte një problem për të zgjidhur me para. Ardiani u fundos në një karrige, duart i dridheshin. Unë vetëm doja të ndihmoja. Ajo jeton në rrugë, Teto me Vluda. Si është kjo gabim? Ndihma e vërtet respekton dinjitetin e personit, shpjegoi kujdestarja me durim. Ju i ofruat gjithçka përveç kësaj. E trajtuat si një punonjëse, si dikë që duhet të shpëtohet nga bujaria juaj. Nuk e pyetët se çfarë donte ajo. Nuk e respektuat atë që ajo po ofronte falas, nga zemra. Por unë do t'i jepja një jetë më të mirë. Një jetë më të mirë sipas jush, korrigjoi Teto me Vluda. Ju vendosët se çfarë ishte më e mira. Shtëpi, shkollë, rroba të reja. Por nuk e pyetët nëse kjo ishte ajo që donte Besa. Nuk e kuptuat se ndoshta për të gjëja më e vlefshme ishte liria për të zgjedhur. Për të ndihmuar Laurën sepse donte, jo sepse po paguaj. Për t'u parë si shoqe, jo si punonjëse. Ardiani kaloi duart në përfytyr, realiteti i asaj që kishte bërë më në fund po depërtonte në ndërgjegjen e tij. Kishte bërë gabimin që biznesmenët shpesh bëjnë, të mendojnë se gjithçka mund të zgjidhet me një transakcion. Të blesh, të shesësh, të negociosh. Por Besa nuk ishte në shitje. Misia e saj me Laurën nuk kishte çmim. Dhe duke u përpjekur t'i vendoste një vlerë monetare, ai kishte shkatëruar diçka të çmuar. Ditët që pasuan ishin të tmerrshme. Ardiani u kthye në kryqëzim çdo ditë duke kërkuar Besën. Por ajo nuk ishte më aty. Ishte zhdukur plotësisht, sikur të mos kishte ekzistuar kurrë. Ai e zgjeroi kërkimin, duke u endur nëpër të gjithë zonën, duke ndaluar në çdo park, çdo orë, duke pyetur njerëzit e pastre nëse kishin parë një vajzë të vogël me flokë të zinj. Askush nuk dinte gjë. Ose nuk dinin vërtet, ose po e mbronin, duke e njohur se ai burr i pasur në makinën e tij luksoze përfaqësonte një rrezik. Laura u kthye në heshtje. Ishte sikur dikush të kishte fikur një çelës. Tingujt pushuan. Lëvizjet u bën përsëri mekanike, pa jetë. Ajo u kthye në cepin e saj në dhomën e ndenjes, duke shikuar murin e humbur në botën e saj të brendshme. Por këtë herë ishte ndryshe. Këtë herë kishte diçka të re në heshtjen e saj.
Nuk ishte vetëm mungesë. Ishte akuzë. Laura e shikonte Ardianin në një mënyrë që i shponte shpirtin. Ishte sikur ajo e dinte në një mënyrë të thellë dhe intuitive se ai ishte përgjegjës për largimin e besës. Ardiani nuk hante, nuk flinte siç duhet. Kompania filloi të vuante nga mungesa e vëmendjes së tij. Mbledhjet anuloheshin, vendime të rëndësishme mbeteshin pezull. Partnerët e tij filluan të bënin pyetje të shqetësuar. Por ai nuk mund të shqetësohej. Kishte gjetur diçka më të rëndësishme se fitimet dhe rritja e korporatës. Kishte gjetur një mënyrë për ta kthyer vajzën e tij. Dhe për arrogancë, për mendje madhësi, për të menduar se paraja zgjidhte gjithçka, e kishte humbur atë shans. Teto Mevluda e gjente ndonjëherë në kopsht, në 3 të mëngjesit, ulur në të njëjtin vend ku vajzat luanin zakonisht. Ai qëndronte atje duke shikuar gurët që Besa dhe Laura kishin mbledhur, gjethet e thata që ato përdornin për të bërë gjerdan, dhe saret e vogla të një misie që ai e kishte shkatëruar. Kaloi një javë. Pastaj 2. Laura dobësoi dukshëm. Nuk ishte vetëm kthimi në heshtje. Ishte sikur ajo po hiqte dorë, flaka e vogël që Besa kishte ndezur po shuhej plotësisht. Ishte Teto Mevluda ajo që më në fund e konfrontoi Ardianin. Zotëri, duhet ta gjeni. Dhe kur ta gjeni, duhet të kërkoni falje me të vërtetë. Jo me premtime parash apo gjërash. Me përulësi. Me njohjen e gabimit. Po sikur të mos më fal. Zëri i Ardianit ishte i thyer, i cenueshëm në një mënyrë që ai kur nuk lejonte askënd ta shite. Atëherë do t'ju duhet ta pranoni. Por duhet të provoni. Për Laurën. Dhe për veten tuaj. Sepse ju duhet të mësoni se disa gjëra në jetë nuk mund të blihen. Disa gjëra jepen lirisht dhe e vetmja mënyrë për t'i kthyer është me respekt dhe mirënjohje, jo me kompensim financiar. Atë natë, Ardiani mori një vendim. Nuk do ta kërkonte më Besën nga makina. Nuk do të dërgonte besnikun të kërkonte nëpër qytet. Ai vetë do të shkonte. Në këmbë. Në rrugë. Në vendet ku një vajzë si ajo do të fshihej. Do të shkonte me përulësi, jo si CEO i fuqishëm, por si një baba i dëshpëruar që kishte bërë një gabim të tmerrshëm dhe duhej ta rregullonte. Sepse më në fund e kishte kuptuar mësimin që Besa ishte përpjekur t'i mësonte, dinjiteti njerëzor nuk ka çmim. Dhe dhurata më e madhe që dikush mund të japë nuk është bamirësia, por njohja. Të shohësh tjetrin jo si objekt keqardhjeje, por si person të plot, me vullnet dhe vlerë të vetën. Ishte një mësim që duhej të ishte i qartë, por që ai, i mbrojtur nga pasuria dhe pushteti i tij, kur nuk e kishte kuptuar vërtet. Derisa një vajzë 4 vjeçare që jetonte në rrugë i tregoi përmes mungesës së saj se çfarë kishte vërtet rëndësi. Kërkimi ishte gati të rifillonte. Por këtë herë do të ishte ndryshe. Këtë herë Ardiani do të shkonte jo si shpëtimtar, por si student. Jo për të shpëtuar, por për të kërkuar falje. Jo për të ofruar zgjidhje, por për të dëgjuar se çfarë një fëmijë i mençur përtej moshës së saj mund të mësonte për dashurinë, respektin dhe natyrën e vërtetë të miqësisë. Ardiani doli nga shtëpia kur dielli ende po fillonte të lindte, duke ngjyrosur qiellin Tiranas me nuanca portokalli dhe roz. Kishte veshur rroba të thjeshta, një palë xhinse dhe një bluzë bazike, asgjë që ta identifikonte si biznesmenin miliarder që ishte. Kishte lënë orën e shtrenjtë në shtëpi, portofolin plot me karta platini, gjithçka që mund të krijonte një barierë midis tij dhe njerëzve që synonte të takonte. Teto Mevluda e vëzhgoi të dilte me sytë e përlotur. Zoti të udhëheq, zotëri, tha ajo, duke bërë kryqin. Dhe të hap zemrën tënde për të dëgjuar me të vërtetë. Ardiani filloi kërkimin e tij nga vendet më të dukshme. Ura afër kryqëzimit ku kishin parë Besën për herë të parë. Parku disa bloqe më tutje. Qoshet e errëta nën streh ku njerëzit në situatë rruge zakonisht strehoheshin. Ecte ngadalë, duke vëzhguar, duke i kushtuar vëmendje detajeve që më parë i kishte injoruar gjithmonë. Ishte një botë e tërë që ekzistonte paralelisht me të tijën, e padukshme për sytë e atyre që kalonin me makinë me xhama të mbyllur. Familje të tëra që jetonin nën tenda të improvizuara. Fëmijë që luanin në trotuare të ndotura me lodra të bëra nga mbeturina të ricikluara. Të rritur me shikime të lodhura, të mposhtura, por ende duke u përpjekur të ruanin një farë dinjiteti, duke organizuar me kujdes pak gjërat që kishin. Ardiani bisedoi me dhjetëra njerëz.
Disa i injoruan, mos besues. Të tjerë e dëgjuan me durim kur ai përshkroi Besën, një vajzë të vogël me flokë të zinj dhe sy të thellë që mblidhte kanaçe. Por askush nuk pranonte ta njihte. Kishte një kod të heshtur midis tyre, një mbrojtje reciproke kundër të huajve që bënin pyetje. Vetëm ditën e tretë, kur Ardiani tashmë po fillonte të humbiste shpresat, pati një përparim. Një zonjë e moshuar që jetonte prej vitesh në një urë me thaset e saj, më në fund foli. E di kë kërkon, tha ajo, zëri i saj i ngjirur nga koha e gjatë duke thithur ndotje. Besën e vogël. Një vajzë e veçantë, ajo. Shumë e fortë për moshën që ka. A e dini ku është? Zëri i Ardianit doli i shqetësuar, pothuajse i dëshpëruar. Gruaja e studioi për një moment të gjatë. Pse do ta gjesh? Nuk do të përpiqesh ta heqesh nga këtu për ta futur në strehimore, apo jo? Sepse këtë e kam provuar më parë dhe nuk ka funksionuar. Vajza ka arsyet e saj për të preferuar rrugët. Jo, siguroi Ardiani. Vetëm dua të kërkoj falje. E lëndova pa dashje dhe duhet të kërkoj ndjes. Diçka në tonin e zërit të tij, në sinqeritetin e papërpunuar të fjalëve të tij, e bindi zonjën. Ajo tregoi një rrugicë të ngushtë midis dy ndërtesave tregtare, disa bloqe më tutje. Ka një rrugicë atje. Në fund, ka një hapësirë që vetëm ata që e njohin e din. Besa ri atje ndonjëherë. Por shkon ngadalë. Ajo trembet lehtë tani, pasi ti u ngatërove me të. Fjalët ranë si një peshë në gjoksin e Ardianit. Pasi ti u ngatërove me të. Ai i kishte shkaktuar dhimbje një fëmije që tashmë kishte vuajtur shumë. E falenderoi zonjën dhe u nis në drejtimin e treguar. Rrugica ishte pikërisht siç e kishte përshkruar. E ngushtë, pak e ndriçuar, me mbeturina të grumbulluara në qoshe. Ardianit ju desh të shtrydhej midis mureve të lagështa derisa arriti në fund, ku kishte një hapësirë të vogël të hapur, të fshehur nga kuti kartoni të grumbulluara në mënyrë strategjike. Dhe ja ku ishte. Besa ishte e mbledhur kruspull në një qoshe, e përqafuar me thesin e saj të kanaçeve, sytë e zgurdulluar nga habia dhe frika kur e pa të shfaqej. Instinkti i saj i parë ishte të ngrihej për të vrapuar, por Ardiani ngriti duart në një gjest paqeje. Besi, të lutem, tha ai, mos ik. Vetëm erdha të bisedoj. Të premtoj se nuk do të përpiqem të marr apo diçka tjetër. Vetëm duhet të flas me ty. Vajza mbeti e tendosur, gati për të ikur në lëvizjen më të vogël të befth. Çfarë doni, zotëri? Ardiani bëri një hap tjetër, pastaj një tjetër, duke lëvizur ngadalë. Kur arriti mjaft afër, bëri diçka që kur nuk e kishte imagjinuar të bënte. U ul në gjunjë në dyshemen e ndotur të rrugicës, duke u vendosur në lartësinë e besës, duke u bërë më i vogël, i cenueshëm. Erdha të kërkoj falje, tha ai, dhe për herë të parë pas shumë kohësh, lejoi që emocionet e tij të shfaqeshin plotësisht. Lotët filluan t'i rridhnin nëpër fytyrë. Unë gabova, Besi. Gabova shumë. Ti kishe të drejtë. U përpoqa të blej. U përpoqa ta ktheja miqsinë tënde me Laurën në një transakcion tregtar, sikur gjithçka në jetë të mund të zgjidhej me para. Besa e vëzhgonte në heshtje, shpreha e saj ende e kujdesshme, por kishte diçka ndryshe aty. Kureshtje, ndoshta. Ose thjesht habia e të parit të një burri të rritur duke qarë para saj. Kam kaluar gjithë jetën duke zgjidhur problemet kështu, vazhdoi Ardiani, zëri i tij duke u thyer. Dikush ka nevojë për diçka, unë paguaj. Dikush ka një problem, unë punsoj dik për ta zgjidhur. Mendoja se kështu funksiononte bota. Por ti më mësove se ka gjëra që nuk kanë çmim. Gjëra që jepen lirisht ose nuk jepen fare. Ai mori frym thellë, duke fshirë lotët me kurrizin e dorës. Ti e pe vajzën time si njeri. Jo si projekt, jo si problem, jo si mundësi. Vetëm si Laura. Një vajzë që kishte nevojë për një shoqe. Dhe ti ishe shoqja e saj jo sepse do të fitoje diçka nga kjo, por sepse deshe. Sepse zemra jote është shumë e madhe për të zënë vend në këtë trup të vogël. Loti i parë rëshiti nëpër fytyrën e Besës. Nuk tha asgjë, vetëm vazhdoi të dëgjonte. Kur ofrova para, shtëpi, të gjitha ato gjëra, nuk po të shija ty, Besi. Po shija një problem që duhej ta zgjidhja për ta mbajtur vajzën time të lumtur. Dhe me këtë, të hoqa të vetmen gjë që kishte vërtet rëndësi, dinjitetin tënd. Zgjedhjen tënde.
vlerën tënde si person, jo si zgjidhje. Ardiani shtriu dorën, por jo për të prekur besën, vetëm duke e lënë aty të hapur, të ofruar. Nuk erdha të kërkoj të kthehesh. Nuk erdha të ofroj asgjë. Vetëm erdha të them se më vjen shumë keq. Shumë. Dhe të them se kishe absolutisht të drejtë që ike. Unë nuk e meritoja pranin tënde. Nuk e meritoja dhuratën që ti po i jepi Laurës. Heshtja që pasoi ishte e gjatë, e rënë nga kuptimi. Besa shikonte atë burr të fuqishëm të gjunjëzuar në dyshemen e ndotur, të përullur, të thyer, të sinqert. Mund të shihte se ai e kuptonte vërtet. Se diçka kishte ndryshuar brenda tij. Laura është mirë? Pyeti ajo më në fund, zëri i saj i vogël. Ardiani tundi kokën. Jo. Ajo u kthye në heshtje. Më keq se më parë, madje. Sepse tani ajo e di se çfarë ka humbur. E di se çfarë është të kesh një shoqe, çfarë është të ndjesh gëzim, dhe kjo ju hoq për fajin tim. Lot të rinj i rodhen në përfytyr besës. Më mungon, pranoi ajo. Nuk doja të ikja. Por duhej. Duhej të tregoja se nuk jam në shitje. Se misia ime nuk mund të blihet. E di, tha Ardiani. Dhe bëre mirë. Ti më dhe një mësim që duhej ta kisha mësuar prej shumë kohësh. Besa kafshoi buzën, një konflikt i brendshëm i qartë në sytë e saj. Më në fund, pyeti, nëse kthehem, a premtoni se nuk do të përpiqeni më të më kontrolloni? Nuk do të doni të më jepni para, të më bëni të jetoj në një vend që nuk e kam zgjedhur, të më ktheni në shërbëtore? Premtoj, tha Ardiani me vendosmëri. Ti vjen kur të duash, ikën kur të duash. Luan me Laurën sepse do, jo sepse duhet. Dhe vazhdon të jesh zonja e jetës tënde. Unë nuk do të përpiqem më të drejtoj asgjë. Por Besa ende dukej hezituese. Kishte një kusht, Ardiani mund ta shihte, diçka që ajo duhej ta shprehte, por kishte frikë ta kërkonte. Teto me Vluda gjithmonë thot se duhet të kërkojmë atë që duam, e inkurajoi Ardiani butësisht. Çfarë të duhet, Besi? Mund të flasësh. Premtoj se do të dëgjoj me të vërtet këtë herë. Vajza mori frym thellë, duke mbledhur guxim. Doja të kisha një vend. Jo brenda shtëpisë së madhe, jo në një dhomë plot me gjëra. Por një vend timin. Të vogël. Të thjeshtë. Ku mund të rri kur të dua, por edhe të dal kur të kem nevojë. Një vend që të jetë imi me të vërtet, jo i huazuar, jo i dhënë si favor. Ardiani e kuptoi menjëherë. Besa kishte nevojë për rënje, por rënje që ajo vetë do t'i zgjidhte t'i mbilte. Nuk donte të shpëtohej, por donte të kishte një opsion. Donte të përkiste pa u zotëruar. Po një shtëpis në kopsht. Sugjeroi ai me kujdes. E vogël, e thjesht, si që do ti, por me një derë me çelës. Një çelës që vetëm ti do ta kesh. Ti vendos kur hyn, kur del, kush mund të vizitoj. Është hapësira jote. Territori yt. Syt e Besës u zgurdulluan. Me çelës? Vetëm imi? Vetëm i yti, konfirmoi Ardiani. Unë dhe Teto me Vluda mund të ndihmojmë për ta ndërtuar, por ti vendos si e do ngjyrat, mobiljet, gjithçka. Dhe nëse do të rish një natë, mundesh. Nëse do të kalosh një javë në rrugë, gjithashtu mundesh. Jeta jote vazhdon të jetë e jotja. Për herë të parë që kur Ardiani kishte hyrë në rrugicë, Besa buzëqeshi. Jo shumë, vetëm një harkim i vogël i buzëve, por ishte aty. Në rregull, tha ajo. E pranoj. Por me një kusht. Çfarëdo qoftë, premtoi Ardiani. Shtëpisa duhet të ketë vend për të ruajtur kanaçet e mia, sepse ndonjëherë unë ende do të dua të mbledh. Jo sepse kam nevojë, por sepse është ajo që di të bëj. Është pjesë e asaj që jam. Ardiani ndjeu zemrën t'i mbushej me admirim për atë fëmijë të jashtëzakonshëm. Do të ketë, siguroi ai. Hapësirën më të madhe që të duash. Besa më në fund u ngrit duke marrë thesin e saj të çmuar. Po Lore, a do të doj ende të jetë shoqja ime pasi ika? Ajo kur nuk pushoi së dashuri, e siguroi Ardiani. Ajo po të pret. Çdo ditë shikon kopshtin duke pritur të shohë të shfaqesh. Rruga e kthimit për në makinë ishte ndryshe. Besa ecte pranë Ardianit, jo pas, jo duke i mbajtur dorën, por si e barabartë.
si dikush që kishte vendosur kushtet e saj dhe ishte respektuar për këtë. Njerëzit në rrugë vëzhgonin me kureshtje dhe Ardiani mund të betojë se disa buzëqeshnin, duke njohur se diçka e rëndësishme kishte ndodhur aty. Kur arritën në vilë, Laura ishte ulur në dritaren e dhomës së ndenjes, siç bënte çdo ditë, duke shikuar jashtë. Kur pa Besën duke zbritur nga makina, e gjithë fytyra e saj u transformua. Ajo bërtiti, një tingull i mbret dhe i thyer, dhe vrapoi nëpër shtëpi me një shpejtësi që e trembi Teto me vludën. Kujdestarja mezi pati kohë të hapte derën para se Laura të kalonte, duke vrapuar nëpër kopsht drejt Besës. Dy vajzat u takuan në mes të lëndinës, duke u përqafuar me një forcë që dukej e disproporcionuar për trupa kaq të vegjël. Dhe atëherë, Laura filloi të bënte tinguj. Shumë tinguj. Një kakofoni përpjekjesh për fjalë, emocionesh të vokalizuara, të gjithçkaje që kishte mbetur e bllokuar brenda saj gjatë javëve të ndarjes. Besa e përqafonte Laurën përsëri, duke qarë lirshëm, duke pëshpëritur, u ktheva. Premtoj se nuk do të iki më. Ardiani dhe Teto me vluda vëzhgonin nga veranda, të dy me lotët që u rridhnin nëpër fytyrë. Ishte në atë moment që Ardiani e dinte me siguri absolute se kishte marrë vendimin e duhur. Jo duke ofruar para, jo duke u përpjekur të blinte një zgjidhje, por duke u përulur, duke kërkuar falje me të vërtetë, duke respektuar dinjitetin e një fëmie që bota e kishte harruar. Ditët në vijim ishin të transformimit. Ardiani punsoi një marangos të lagjes, jo ndonjë kompani të shtrenjtë, por një burr të thjeshtë të rekomanduar nga Teto me vluda. Bashkë me Besën, ata projektuan shtëpizën. Do të ishte e vogël vërtet, pak më e madhe se një dhomë, me një hapësirë për të fjetur, një tavolinë të vogël, rafte për thesaret e saj të rrugës dhe një cep të veçantë për të ruajtur thesin e saj të kanaçeve. Besa zgjodhi ngjyrat. Mure të verdha si dielli, der blu si qielli në ditët e pastra që ishin të rralla në Tiranë, por që ajo i adhuronte. Ardiani nuk vuri në dyshim asnjë zgjedhje, nuk sugjeroi asgjë më të shtrenjtë apo të elaboruar. Vetëm ekzekutoi pikërisht atë që ajo kërkoi. Ndërtimi zgjati 2 javë. Gjatë kësaj kohe, Besa vizitonte çdo ditë, duke ndihmuar me çfarë mundte, duke vëzhguar hapësirën e saj të merrte formë. Laura nuk i ndahej dhe gradualisht, në mënyrë të mrekullueshme, filloi të bënte përparime mbreslënëse. Tingujt u bën rrokje. Rrokjet u bën fjalë. Dhe një ditë, ndërsa luanin në kopsht, ndodhi e pamundura. Laura e shikoi Besën dhe tha, qartë dhe dallueshëm, Besi. Të gjithë ndaluan. Teto me vluda lëshoi tabakan që po sillte, duke bërë një zhurmë pjatash të thyra që askush nuk e vuri re. Ardiani, që po punonte në laptopin e tij në verandë, u ngrit aq shpejt sa rrëzoi karrigen. Besa mbeti plotësisht e palvizshme, sytë e zgurdulluar. Ti fole. Bërtiti Besa, duke kapur duart e Laurës. Ti the emrin tim. Laura buzëqeshi. Një buzëqeshje e plot, e sinqert, që i ndriçoi të gjithë fytyrën. Dhe pastaj e tha përsëri, Besi. Dhe pastaj, duke shikuar aty ku ishte Ardiani, shtoi një fjalë që ai nuk e kishte dëgjuar për më shumë se 2 vjet, babi. Ardiani kaloi kopshtin me vrap, duke rënë në gjunjën e barë dhe duke përqafuar vajzën e tij. Qau siç nuk kishte qarë që nga dita kur Anila ishte larguar, por këto ishin lot të ndryshëm. Ishin lot shërimi, rifillimi, mirënjohje të thellë për një mrekulli që ai nuk e meritonte, por e kishte marrë gjithsesi. Shtëpiza u bë gati ditën e ditëlindjes së Besës. Askush nuk e dinte datën e saktë, por ajo kishte përmendur rastësisht se mendonte se kishte ditëlindjen në tetor. Kështu që Ardiani dhe Teto me vluda deklaruan zyrtarisht se ditëlindja e saj do të ishte ditën kur shtëpiza të përfundonte. Bën një festë të vogël, vetëm ata të katërt, me tortë shtëpie të bërë nga kujdestarja dhe dhurata të thjeshta që Besa i donte vërtet, lapsa me ngjyra, letër për të vizatuar dhe një batanie të butë për netët e ftohta. Kur i dorëzuan Chelsin, Besa e mbajti sikur të ishte thesari më i madh në bollë. Është imi? Pyeti, ende pa e besuar plotësisht. Vetëm imi? Vetëm i yti, konfirmoi Ardiani. Përgjithmonë. Askush nuk mund të ta marrë. Atë natë, Besa fjeti në shtëpizën e saj për herë të parë. Nuk e mbylli derën me çelës, duke e lënë gjysmë të hapur, por fakti i thjeshtë që kishte mundësinë ta mbyllte ndryshonte gjithçka. Ajo kishte zgjedhje tani. Kishte kontroll mbi hapësirën e saj, jetën e saj. Laura gjithashtu ndryshoi.
Me besën që jetonte në kopsht, për gjithmonë e arritshme, por duke respektuar kufitë e saj, ajo lulëzoi në mënyra që asnjë mjek nuk i kishte parashikuar. Fjalët erdhën më shpejt. Së pari emra të thjesht, mami, shtëpi, lule, qiell. Pastaj folje, dua, shkoj, pëlqej. Dhe më në fund, fjali, besi, hajde luajm. Babi, shiko. Teto me vluda, kam uri. Çdo fjalë e re ishte një festë. Çdo fjali një fitore. Terapistët që ndiqnin Laurën mbetën të impresionuar me progresin, pa e kuptuar plotësisht se çfarë e kishte shkaktuar një ndryshim të tillë. Ardiani përpiqej të shpjegonte për besën, për lidhjen e veçantë midis dy vajzave, por fjalët gjithmonë dukej se ishin të pamjaftueshme për të kapur magjinë e asaj që po ndodhte. Besa gjithashtu ndryshoi. Shtoi në peshë, fytyra e saj humbi atë dobësi të sëmurë. Flokët i rriteshin të shëndetshëm dhe me shkëlqim me ushimin e duhur dhe kujdesin e teto me vludës. Por më të rëndësishme se ndryshimet fizike ishin ato emocionale. Sytë e saj rifituan një shkëlqim fëmijëror, një lehtësi që trauma ja kishte vjedhur. Ajo ende mblidhte kanaçe ndonjëherë. Jo sepse kishte nevojë, por sepse ishte mënyra e saj për të ruajtur lidhjen me atë që ishte, me vendin nga vinte. Ardiani mësoi ta respektonte këtë, të kuptonte se identiteti nuk ishte diçka që hidhej thjesht sepse rrethanat ndryshonin. Muajt kaluan duke u shndërruar në një rutinë që dukej e pamundur më parë, por tani ishte gjëja më e natyrshme në botë. Besa zgjohej në shtëpizën e saj, hante mëngjes në kuzhinë me familjen, luante me Laurën, ndihmonte teto me vludën me detyra të vogla që ajo vetë zgjidhte t'i bënte, dhe ndonjëherë dilte për të vizituar miqtë e saj në rrugë, gjithmonë duke u kthyer para se të errësohej. Laura filloi të frekuentonte një shkollë speciale, e shoqëruar nga terapist, por progresi më i madh ndodhte gjithmonë në shtëpi, me besën. Të dyja zhvilluan një gjuhë të tyre, duke përzier fjalë me gjeste me tinguj që vetëm ato i kuptonin plotësisht. Ishin shpirtra binjak, kuptonte Ardiani, dy pjesë të një tërësie që ishin takuar kundër të gjitha probabiliteteve. Një pasdite, pothuajse një vit pas atij takimi të parë në kryqëzim, Ardiani ishte në kopsht duke vëzhguar vajzat të luanin. Laura qeshte, një tingull kristalor që ai mendonte se nuk do ta dëgjonte më kurrë. Besa e ndiqte mes pemëve, të dyja të mbuluara me balë dhe gjethe, plotësisht të lumtura në thjeshtësinë e tyre. Teto me vluda u ul pranë tij, duke sjell kafe siç bënte gjithmonë. Ju e shpëtuat atë, komentoi kujdestarja, duke treguar besën me kokë. Ardiani tundi kokën. Jo, teto me vluda. Ajo më shpëtoi mua. Shpëtoi Laurën. Dhe më mësoi diçka që duhej ta kisha mësuar prej shumë kohësh. Dhe çfarë ishte, zotëri? Që njerëzit nuk kanë nevojë të shpëtohen, por të shihen. Që dinjiteti nuk jepet, por njihet. Që dashuria e vërtet, misia e vërtet, nuk mund të blihet apo të shitet, vetëm mund të ofrohet lirisht dhe të pranohet me mirënjohje. Kujdestarja buzëqeshi, rrudhat e saj u thelluan rreth syve. E mësuat mirë mësimin. Besa është një mësuese e mençur, ajo vajzë. Ardiani ra dakord, duke vëzhguar besën t'i mësonte Laurës si të bënte një byzylyk me lule dele. Po. Më e mençura që kam njohur ndonjëherë. Atë natë, kur shkoi t'i thoshte natën e mirë Laurës, vajza e tij e befasoi. Ishte shtrirë në krevatin e saj, duke përqafuar arushin prej pelushi që nuk e kishte prekur prej vitesh. Babi, tha ajo, zëri i saj ende pak i parregullt, por i qartë, të pëlqen Besa? Më pëlqen shumë, u përgjigj Ardiani sinqerisht. Ajo është shumë e veçantë. Edhe mua më pëlqen. Laura bëri një pauzë, duke përpunuar mendime komplekse në mendjen e saj, ende duke u rilidhur me botën. Edhe mamit do t'i pëlqente, apo jo? Ardiani ndjeu lotët t'i digjinin, por nuk i mbajti. Po, zemër. Mamaja jote do ta donte shumë Besën. Dhe do të ishte shumë krenare për ty, për sa e fortë je, si po flet, si po i bëhesh shoqe Besës. Laura buzëqeshi, duke mbyllur sytë. Besa është shoqja ime më e mirë. Dhe ti je babi më i mirë. Ato fjalë të thjeshta, të thëna me sinqeritetin absolut të një fëmije, e thyen dhe e rindërtuan Ardianin në të njëjtën kohë. Kishte kaluar kaq shumë kohë duke u ndier një dështim si baba, duke fajsuar veten se nuk arrinte të arrinte tek e bija, duke u fshehur në punë në vend që të përballej me dhimbjen. Por ja ku ishte prova se nuk ishte shumë vonë. Se ai kishte mësuar, kishte ndryshuar, ishte rritur.
Në muajt në vijim, Ardiani bëri ndryshime në jetën e tij. Zvogëloi orët e tij në kompani, delegoi më shumë përgjegjësi, i dha përparësi të qenit i pranishëm. Jo sepse ndjente se duhej, por sepse e donte sinqerisht. Zbuloi se të shihte vajzat e tij, të dyja tani, sepse kështu mendonte për Besën dhe Laurën, të rriteshin dhe të zhvilloheshin ishte pafundësisht më shpërblyese se të mbyllte çdo marrëveshje milionere. Besa kur nuk e quajti Ardianin baba, dhe ai kur nuk priti që ta bënte. Por ata zhvilluan llojin e tyre të marrëdhënies. Ajo e kërkonte kur kishte nevojë për këshilla, i besonte atij shqetësimet e saj dhe e pranonte afeksionin e tij atëror pa pasur nevojë ta etiketonte. Ishte e mjaftueshme. Ishte perfekte ashtu siç ishte. Historia e tyre nuk kishte një fund konvencional për allash. Besa nuk u adoptua zyrtarisht. Ruajti pavarësinë e saj, shtëpizën e saj në kopsht, lirinë e saj për të shkuar e për të ardhur. Laura vazhdoi terapinë, ende kishte ditë të vështira, momente kur kthehej përkohësisht në heshtje. Jeta nuk ishte e përsosur, por ishte e vërtetë. Ishte e ndershme. Ishte e ndërtuar mbi respektin reciprok, dashurinë e vërtetë dhe dinjitetin e ruajtur. Dhe në fund, Ardiani mësoi se këto ishin themelet e vetme mbi të cilat mund të ndërtojë diçka që ia vlente. Vite më vonë, kur Laura ishte tashmë në adoleshencë dhe Besa ishte një ere e fortë dhe e vendosur që studionte për të bërë terapiste fëmijësh e specializuar në fëmijët e traumatizuar, Ardiani ndonjëherë ndalonte për të reflektuar mbi atë ditë në kryqëzim. Ditën kur gjithçka kishte ndryshuar. Mendonte se si një semafor, një moment i rastësishëm, i kishte vënë në rrugë pikërisht personin që familja e tij kishte nevojë. Jo në mënyrën që ai priste, jo me kredencialet që ai mendonte të rëndësishme, por me diçka pafundësisht më të vlefshme, një zemër të aftë për të parë dhimbjen të një person tjetër dhe për t'u përgjigjur me dëmshuri të sinqertë. Dhe mendonte se si pothuajse e kishte humbur gjithçka për arrogancë, për të menduar se paraja zgjidhte problemet, se burimet materiale ishin përgjigjja për plagët emocionale. Besa ja kishte mësuar se jo. Se ndonjëherë pasuria më e madhe që dikush mund të ofrojë është prania e thjeshtë. Miqësia pa agjendë. Dashuria pa kushte. Nga kopshti vinte tingulli i të qeshurave. Laura dhe Besa, ende të pandara pavarësisht viteve, ende duke gjetur gëzim në gjërat e thjeshta. Gur të bukur, byzylyk lulesh, këngë të shpikura në çast. Ardiani buzëqeshte, zemra i gufonte nga mirënjohja. Ai e kishte filluar atë udhëtim si një njeri i pasur, por i varfëruar aty ku kishte më shumë rëndësi. E kishte përfunduar me diçka që asnjë pasuri nuk mund ta blinte, një familje të vërtetë, të ndërtuar jo mbi gjakun apo letrat ligjore, por mbi zgjedhjen reciproke, respektin dhe dashurinë e sinqertë. Dhe në qendër të gjithçkaje ishte një vajzë e vogël që bota kishte vendosur ta injoronte, por që ishte shfaqur si mësuesja më e madhe që Ardiani do të kishte pasur ndonjëherë. Besa, mbledhësja e kanaçeve, fëmia i padukshëm i rrugëve të Tiranës, që pa e ditur kishte shpëtuar jo një, por dy familje të tëra nga harresa emocionale. Historia e saj ishte e thjeshtë por e thellë. Kishte të bënte me të parit dhe të qenit i parë. Me të respektuarit dhe të qenit i respektuar. Me të dashuruarit dhe të qenit i dashur jo për atë që ke, por për atë që je. Dhe me zbulimin se ndonjëherë mrekullitë më të mëdha vijnë nga burimet më të pamundura, nëse vetëm kemi përullsinë e mjaftueshme për t'i njohur dhe mençurinë e mjaftueshme për të mos u përpjekur t'i kontrollojmë. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Ardianit, Laurës dhe Besës t'ju ketë prekur zemrën. Nëse jeni emocionuar me këtë udhëtim dashurie, dinjiteti dhe transformimi, klikoni butonin e pëlqimit, abonohuni në kanal dhe na tregoni në komente se çfarë ju preku më shumë. Ishte guximi i Besës për të mbrojtur dinjitetin e saj? Ishte transformimi i Ardianit kur mësoi se disa gjëra nuk kanë çmim? Ishte miqësia e veçantë midis dy vajzave të lënduara që shëruan njëra tjetrën? Duam të dim mendimin tuaj. Çdo ditë ne sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor dhe na kujtojnë se çfarë ka vërtet rëndësi në jetë. Ju presim në episodin e ardhshëm me një tjetër histori që do t'ju prek emocionet dhe do t'ju bëjë të reflektoni mbi kuptimin e vërtetë të familjes, dashurisë dhe respektit. Deri atëherë.